paramendo me u pagu për me shoh. Jo, sëm ke një gabimisht, kërejt në regulli, Samuel L. Jackson literalisht ka ndërtu karrierë në këtë fjallë. Motherfucker. Bad motherfucker. Motherfucking. I ain't trying to hurt no motherfucker. Police motherfucking brutality. Motherfucker. Që shëndron puna, ky njeri ka luajtur në 156 filma edhe mesatarisht flet 2200 fjalë për film. Në total i ka bërë rreth 356 milion nga rolet e tij. Kjo i bjen që është 1040 euro për fjalë. E tash që kjo është pjesa ma legjendare. Veç fjala motherfucker është përdor 1116 herë. Motherfuckers talking about motherfucker. I eat everything. I eat the pussy. I eat the butt. I eat every motherfucking thing. Motherfucker, I'll chew his ass up. Me kalkulim të thjesht, ai ka fituar rreth 1.160.640 veç për me shoh me stil. Po Samuel nuk është veç për fjalë të forta. Ky është një prej aktorëve më autentik që ka pas Hollywoodi ndonjëherë. Zoni i tij, qëndrimi, edhe ajo nervoza që e bën me kon tepër reale në çdo rol. Është krejtësisht i pazaventueshëm. Quentin Tarantino thotë që çdo film që e bojmë e shkruajmë me Samuelin në mendje. E pse? Sepse nuk ka tjetër si ai. Pra, hajde folim drejt. Jo çdo kush mundet me shoh për pare, veç semit i shkon. E ju sot mundi me shoh sa të doni në komente. Për më shumë video si kjo, subscribe në Radio Urban FM 103.5 në YouTube.